Shtetet e Bashkuara duken se janë gjithnjë dhe më pranë përfshirjes së një konflikti të hapur mes Izraelit dhe Iranit. Sipas burimeve të mediave amerikane si Wall Street Journal dhe New York Times, presidenti Donald Trump ka miratuar tashmë planet ushtarake për një sulm ndaj Iranit, ndërsa pritet vetëm urdhri final për veprimin. Ish generali izraelit dhe ish shefi inteligjencës ushtarake Amos Yadlin përmend dy skenar të mundshëm për një ndërhyrje amerikane. Skenari i parë përfshin një sulm të izoluar ndaj pjantit bërthamor nëntoksor të Fordës. Ky veprim do të dëmtonte ndjeshëm kapacitetet bërthamore të Iranit dhe sipas Yadlin do të dërgonte një mesazh të fortë pa përshkallëzuar menjëherë konfliktin. Sulmi do të përdorte bombat e fuqishme GBU-57 të afta të deportojnë deri në 60 metra në beton. Megjithatë, ekziston frika për një veprim të tillë do të nxiste akmarrje të menjëhershme nga Irani ndaj bazave amerikane në rajon, veçanërisht në gjirin persik, ku prania ushtarake e SBA-s është e afërt me territorin iranian. Skenari i dytë është më i mundshëm sipas Yadlin, është një sulm ushtarak më i gjerë. Ky do të përfshinte veç impianteve bërthamore dhe pozicionet raketore iraniane dhe forsat që mund të përpiqen të bllokojnë ngushticën strategjike të Hormuzit. Qëllimi do të ishte parandalimi një hakmarrje dhe neutralizimi i kërcënimeve ndaj interesave amerikane. Ende nuk është e sigurt nëse Trump do të autorizojë sulmin, por çdo veprim do të mbartë rreziqe serioze për përshkallëzim në të gjithë rajonin.